faritmi, ja hull gjumit ti. Po, unë e fik trunin. Fiks, bro. E fikun. Po qysh me fik trun? Do ca vite. E fiku, ullë qelësi në tanga, s'menem. Ja, sa shtrina aty janë një struni punon, ove. Ja, unë e fik, kur shkoj aty, tangë pun 10 minuta që medi, edhe ma pak, që 10 minuta, them shumë, 5 minuta, futem këshu në trip. A di që bëj? Po. Shkoj në për vene që s'ekzistojnë, imagjinare. Imagjinoj vend kështu, si ku jem të hecat, jem të boj gjoj, jem të boj not për shembull, kështu. Edhe sa interesant, edhe kopa ndra me viti, fiks, shumë e fort. S'menoj për kështu. Po, ka, do më thanë, do bite mu, ose, edhe unë ku kam qenë për shembull, sa une. Edhe ma i ri, për shembull, 25 vjet, më dilte gjumi në gjërat e trunit. Dilte gjumi 3, të gjyru truni nga menime. Po. Krym në sot. Po sa unë gjumë? Po, sa u qumë. O qaj kësha dashi masazh. Shkova sot të ura, rami thonë e gjithë. E ura aty, po shifsha atë kodrën që e kanë korë, barin, shumë. I kështë ra djeli, të pa, kur t'ka kërcy i dhejlë për. Sa e bukur më jake. I si me thonë trupi kaq, po aj sa trupi kishte bishti, një gjatë, si gjyrë, si portokall në kafe, kështu si ato drujt e sfidës, original si ato që janë të lymë aty. Si portokall, si kafe. Ishte afer, dhe më thonë, ku filloj bari, pap, kërcejo jere kështu, neti, pas dhe pap, bishti bukur, sa e bukur. Ka thonë bo mytë kë. Jo, së më ka pa, ishte, dhe më thonë, e si kështu për qef vetë. Mundet më ketë një, se dhejlë për. Dhejlë për morë. Po, dhe më thonë, pullat, dhe të kenë kujdes. Pullat. Për të thoshe aka, sa arro më të thonë, ty isha ke ura sot mjes të pi kafe, të pa atë kodrën e bukur që o korë bari, kur t'ka dali dhejlë për sa e bukur më lirë. Si në gjyra ty në trungjeve, ashtu si portokall në kafe, kërceju herë, po afer. Dhe thonë, këtu e ke pak më afer se shpia. Kërceju herë kështu në lojë, pas të fap, i bish gjallë. Pra ne është duka i lepri Indri. Ka dhejlë pra si shumë. Po, dhejlë për ka po. Do lujku normal që ka dhejlë për. Po sa e bukur ishte. E hollë, e vogël, jo kështu e modë. Përse mund ke ura në fund të urës, aty ku o gardhi që maro, është një pëlhur, ranjatel. Po. Lere është i meriman ka që gjo, kur ishte mram, jo mram, pa mram, kam qenë aty një gjysore, tu e pa qa bote. I udhësha i cop gjethe ke ajo, nite vibracionin edhe si në për filma, shkote aty e kontrollote qa ishte, e merte e nëzirte, se si e nëzirte ajo e di, e bështyte e ishte. Që ta letet pasër rjetë. Ta letet pasër, normal, edhe u këthete prap ke pozicioni atje sipër. E rrite priste. Udhi tjetër, unë prap ajo atë. Një gjysore kom ne. Po ka që gjo, kështu si alien. Mund ke cepi, mund ke ku është lampioni nga ona tjetër. Po. Shive kur është natë, se është spektakl. Se e heq di, e thur notën prap. Mas dita e thur prap. Nuk e dia e bo për herë, unë E thur, e edhe e heqin. Kam qenë jemi i vend më plak të ecë me i brek lumi. Kapi rjeta. O ishin, kur i pashti rjetat mëja, me mongat kakaj, si film horror, komik me vrap. Po ditën kalojsha nuk ishin.
Në këshom, pjesa darkës, Që ajo e plot. le aty se dhe ditën o kom pa. Ti, kjo mund t'jetë ndryshe, ato ditën jo. Ajo me rjetat po t'i ketë pas halkat kaq. Ajo kush e di s'pas ka qenë. Mirë s'pas ka hongër në ty. Ka që që në hanë, qatë në hajnë, nardhë me rimonga me në orë. Po të frikshme janë, me rimangat janë si kom qef. Nësë në hasë. Erdha! Erdha! Ha. Qa t'i jap një gjonë. Jap të avokado, s'kena vë t'jë hongër. Si hajnë. I qukisin këshu, i grryn. Ja qoj? Ta provojme? Qofim. A hajnë avokado. Mirë do t'i boj. Për poni më të bukur në botë, avokado nga Alba Exotic. S'po haj vetë, po e a poni që ta dini, jo për gjo. Hajde. Shofim ma e hardot. Provoj e. Si duket. E mirë.